Sot nis Eurovisioni e këtu shteti janë ngor kryesore për vendin e parë. 12 points to Lynx. Mes yeux condés découvrent le monde. Espresso macchiato, macchiato. Vet din vår värme lika bra. Kapitën këtë qas në paranoja. Pasio të ulbet e duket bota. Nëse ke menduar që nuk mundesh me vë bas në Eurovision, gabohesh. Nëse në Kosovë është ilegale kjo punë. Eurovision World është një platformë ku mundesh me e pa se cilat vende janë konkurrente për vendin e parë, ku mundi me e pa edhe top 10. Po unë jam shqiptare dhe vendosa me e bu vetë këtë listë, kështu që kjo është top 5 kryesore për Eurovisionin 2025. Numër 5, Austria, JJ Wasted Love. JJ vjen me një super vokal që nuk t'vjen shpesh me ni, pak ma kujton edhe Runa Nishliun me ato notat e larta e cila mundet me jep shumë pikë nga juria. Numër 4, Suedia, Kaj Barabada Pastu. Tipike këngë e Eurovisionit që mundet me t'bo nervoz kur të fiton krejt kompeticionin. Suedia është e njohur për këngë tilla që vijnë shumë fëminore ose gufi, të fol për sauna, po dyqysh nuk është hera e parë. Numër 3, Estonia, Tommy Cash, Espresso Macchiato. Espresso macchiato. Për mu Tommy është surpriza e vitit, një artist me art tepër të kundërshtues, po që në Euro vjen me një performancë shumë interesante e mos me ta marrë menja që ai zo del nga Tommy Cash. Plus super relatable, mëngjesi Ballkan. Numër 2, Franca, Luane Mama. Et j'ai bien changé. J'ai bien grandi. Franca ka një plus të madh shkaku i gjuhës, ku gjithçka që thuhet tingëllon bukur, edhe pse mundet mos me qenë. Po në këtë rast, kjo këngë është mjaft emocionuese edhe është një performancë fantastike. Numër 1, Beg Albania, Shkodra elektronike, Zjerë. Në zemrën time të mërëntën, kë minutët e vazhdoj. Nëse ki pak vesh muzikore, kupton pse Shqipëria duhet me fitu si vjetë. Nuk mendoj që kena pas naj vetë ma të mirë se sa me këngën Zjerë, një këngë që përqen emocion, e sidomos tu e ditë që bota është duke përjetu shumë luftra. Normal që qefi është i madh, po kësaj here kemi arsye absolute. Instrumental fantastik, vokale fantastike, paraqitje gjithashtu. Besoj që i përmbush krejt çka duhet për me u shpall fituse. E ti, kush po menon që fiton si vjetë? Na tregonin komente, e mos harro me follow Urban FM në krejt platformat sociale e subscribe në YouTube për video tilla.